Një besimtar, thët Muhamedi a.s. para se me dek, i thret djemt, vllaznit, migjallart, dajallart, kusherit, kabilen, edhe ton të buhen. Kur të buhen, thët, unë po des, jam qasët e funit jetës tem, e kam një amanet, më ja u dhonë. A i një gjendje më ma kry amanetin, pej djemve, e vllaznive, e nipave, që ishin me zlis, tonë thanë po, edhe pe presin amanetin, nuk tha nuk ja u kallëzaj amanetin, se kam frikë që ju nuk e moni amanetin, e me mor amanetin, e mos me mojt amanetin o gjunat e Allahu, keni me dhonë logari para Allahut. Atëherë tha, keni mu betu, ishtin tonë mu betu. E masi bojnë bejnë, lumin Allah, edhe morën dërzani Allahun, atëherë thët pju kalzaj. Thët, masi unë e des që tash, keni me morë thët trupin të me kol, edhe qka tjetë për trupit tem, me qkep thët në 4 anë të botës. Ku të muni me shku? Në veri, në jug, në lindje, në perëndim. Vllazën, ashtë shumë që ditën, me lekt Allahut, tonë të buhen në rënë dhe shkojnë të Allah, i thëjnë, dojna me ditë sekretin, pse kë njëri e ka lypë këto? Mja kol trupin, që ka bon kë? Allahu Azza wa Jall ka fuqin absolute, kur dërë mu bon diqka, a i thët bëhu dhe bëhat. E këthen Allahu thët, bëhu të bëhet, a i hi të bëhen, ata eshna veshen me mesh, mbulohen me lkur, i kthehet shpirti edhe del para dizarit Allahut. Allahu edhe pse e din, por për më nabunive interesant, zhvillohet një bised mes Allahu dhe ki personi. Pse thët ti thët, ke thonë, me kol trupin tën e me qkep në 4 anët e dynjas, a di që ka thonë? Ka thonë, ka orë morën mu taku me ty, jo Allah. As një vej për një tem nuk e kumë bon. Qysh dalë në para teje? Min khashje tike ka orë në hadith. Prej frikës, prej morës, prej turpit, qysh unë e dalë para teje, ku të në të mirat me i ke dhonë, e sa qel e mshel syni, merë dita me dolë për kësoj bote, a kur i badet të këmë bo. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ka thonë Allahu, shkaru bjem se unë të këmë falë, veç që tut që ke bojti, veç që tut që ke bojti, kjo është vepra e zamrës, gojlja, preokupimi junë, derti junë, mendimi junë i mirë për Allahun, po dhe gojlja, thu qysh do të dalëm sa hatën e dekës, qysh do të jemi notën e vërrit, qysh do t'i dalëm Allahut, Allahu dhul gjelal, rubit vetë për ja vlerësej ka.